Dhe minutat e fundit të programit të nderuar teleshikues, kemi lënë për një studiuese letërsie, profesoreshën Anila Mullahi, cilën kam kënaqësinë ta kem në studio sot në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Mirë se erdhët. Mirë se qeta. Dhe në një frame të sekondës në ekranin tonë u shfaq edhe fotoja e drejtorit Agollit, shkrimtarit tonë të madh, sepse në fakt Anila Mullahi, profesoresha e letërsisë shqiptare, ka marrë një titull dhe një çmim të nderuar, të cilin unë do ta lexoj këtu. Çmimi i madh kombëtar për studimet, me motivacionin për realizimin e studimit të parë gjenetik mbi romanet e drejtorit Agollit, fryt i hulumtimeve të thelluara dhe sistematike mbi dorëshkrimet, letërkëmbimet dhe ditarët e autorit. Ky studim i zonjës Anila Mullahi vendos një gur themeli me rëndësi të veçantë në përvijimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të metodologjisë së kritikës gjenetike në studimet e letrave shqipe. Kështu që është nder dhe krenari e para se një grua studiuese letërsisë shqiptare me punë, me mund dhe përpjekje krijon një model të rëndësishëm për të gjithë ata që sot studiojnë letërsinë, që me punë dhe sakrificë arrihet deri këtu. Së dyti që një zonjë e nderuar dhe profesoresh viziton studion e Mirëmëngjes Shqipëri pas marrjes së këtij çmimi. Faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi që jam këtu me juve. Sidomos me ty Sonila që edhe njohësh shumë e mirë letërsisë. Faleminderit. Është një kënaqësi shumë e madhe. Çmimet janë të rëndësishme. Në çdo vend të botës çmimet janë të rëndësishme sepse tërheqin vëmendje. Jo vetëm ndaj atij që i ka kryer studimet dhe që ka marrë këtë çmim, por në radhë të parë në fushën në cilën e ka marrë këtë çmim. Pra është tërheqje vëmendjes ndaj letërsisë, ndaj shkrimtarëve të letërsisë, ndaj traditave, ndaj vlerave. Kështu që çmimet janë gjithmonë një mënyrë shumë e mirë për të rrejtur vëmendjen drejt gjërave që vlejnë. Dhe në këtë rast ka qenë një kënaqësi e madhe marrja e çmimit që ishte kurorëzimi i punës time, po edhe për mënyrën se si vëmendja shkoi atje ku duhej, drejt drejtorit Agollit, drejt krimtarisë letrare, këtij shkrimtarit të madh, për cilën sigurisht ka pasur shumë diskutime, ka pasur edhe shumë pikë pyetje, por ama studiuesit për këtë punë janë për të vënë sigurisht. Për të ballafaquar faktet letrare dhe jo vetëm, për të nxjerrë vlerat e vërteta. Sigurisht. Është e vështirë të hulumtosh në dorëshkrimet dhe të gjithë historinë e shkrimit të një shkrimtari, të një përmase siç ishte drejtori Agolli, që dhe shkrimtar, dhe politikan, dhe njeri, dhe familjar, dhe baba, dhe burr, dhe njeri i ndarë në disa kohë. Është një figurë me shumë dritë dhe me shumë këndvështrime. Është shumë kënaqësi, por gjithashtu edhe shumë e vështirë. Puna me dorëshkrimet është e vështirë. Studimet më të mira bashkëkohore e kanë përqendruar vëmendjen tek procesi krijues dhe dorëshkrimet. Kam pasur një kënaqësi të jashtëzakonshme, falenderoj zonjën Elona Agolli, të bijën e të madhe drejtoro, që më krijoi mundësinë, më hapi derën për të futur tek arkivat. Të futesh në arkivën e një shkrimtari, të shohësh dorëshkrimet me shkrimin origjinal, të shohësh ndryshimet, të shohësh se si e ka evoluar procesi krijues për një vepër, se si ka qenë një vepër në fillesa dhe se si ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës, të shohësh blloqet e shënimeve, ku aty ka dhe shumë informacione të cilat kanë të bëjnë me letërsinë, sigurisht se për ato isha interesuar, por kishte edhe shumë informacione që hedhin dritë mbi figurën. Unë mendoj që letërsia do të jetë shkëputur nga jeta e shkrimtarit. Sigurisht. Por studimet gjenetike vlerësojnë që në disa momente, disa shënime të caktuar, të cilat duket në plan të parë që nuk kanë bërë me letërsinë, hedhin dritë mbi procesin krijues. Kam parë në të dorëshkrime gjëra të jashtëzakonshme. Është një univers, besoj ke udhëtuar në një univers. Kam udhëtuar dhe jam më zhdukur sikur e kam pasur Agollin aty pranë. E kuptoj. Blloqe, ditar, letërkëmbime, shënime të vogla, ndonjë skicë, sepse bën edhe skica të vogla nga këto. Juve jeni gazetare dhe e dini se gazetari mban gjithmonë shënime. Ai mund të ketë mbi 100 blloqe të vogla, të cilat mund t'i fusin në xhep, dhe aty ka shënime për njerëzit që takonte, për idetë që mund t'i bënte më pas roman, tregim, poezi. Kishte një skicë që të një personazhi, të një njeriu që i duke si një personazh interesant, ndonjë shënim të vogël për ndonjë ngjarje të caktuar, cilën më vonë ata që e njohin me letërsinë e zbulon atë ngjarje, e zbulon të transfiguruar në formë artistike në një vend tjetër. Po sigurisht që ka dhe ato pjesë, ato ngjarjet, marrëdhëniet e tij me politikën, me parlamentin, me kohën, për të cilin unë nuk kam pasur interes. Sigurisht. Ti ke bërë një studim gjenetik të veprës së tij, dhe siç ti e the, ti ke bashkuar mozaik që i ke udhëtuar ti në universin tënd si studiues dhe i kupton ti, dhe ja servir publikut
në një për ta formë kuptuar të më tillë që ai mirë. ta kuptojë më mirë shkrimtarin, se Sepse është shumë e rëndësishme t'i afrohesh E shkrimtarëve. dashur Sonil ka pasur studime që kanë përqendruar vëmendjen shumë te kjo pjesa e jetës, e këtyre drithijeve të një njeriu i cili ka jetuar në dy kohë të ndryshme. Prandaj thash. Ka qenë kryetar i lidhjes shkrimtarëve, por vjen një moment që, okay, kjo ka kuriozitetin e saj, por nga ana tjetër, duket sikur lexuesit lodhen me këtë gjë dhe vjen një moment që brezat e rinj thonë, pse me këtë do merremi ne, na intereson pjesa e shkrimtarit, na intereson pjesa e krimtarisë letrare, nuk na intereson kjo pjesa e asaj kohe që ka ikur. E qartë. Unë nuk është se jam kundra hedhjes dritë të këtyre elementeve, por ama ajo që është objekti vërtet i letërsisë është vepra letrare. Vepra letrare, ja ku shfaqesh edhe ti në leduollin e madh me çmimin e madh të studimeve që ke marrë. Faleminderit. Brezat e rinj, ajo që na intereson tek brezat e rinj është a do i lexojnë drejtorojnë, sa do i lexojnë. Kështu që ne duam që studimet letrare të shkojnë atë drejtim, që të nxisin dëshirën për të lexuar tekstin. Drejtoroi do të mbetet mes nesh gjithmonë nëpërmjet krimtarisë letrare të tij, jo nëpërmjet ngjarjeve jetësore. Kështu që studimi ka qenë pikërisht i përqendruar tek vepra letrare. E kuptoj. Sot në kohët e sotme, sfida mendoj më e madhe është fakti që t'i afrojmë të rinj drejt leximit. Se natyrisht kjo është një kohë e vështirë, nuk më takon mua ta gjykoj, por janë sociolog, psikolog dhe njerëz që merren me studimet e sjelljes njerëzore dhe sidomos të brezave të rinj për mënyrën se si ata i qasen të shkruarit dhe të lexuarit. Prandaj ky studim që ti ke bërë sjell një dritë më shumë për të udhëtuar në universin e një shkrimtari kompleks si Dritor Agolli, por gjithashtu dhe një gjurmë e rëndësishme gur kilometrik edhe për letërsinë shqipe. Sepse letërsia shqipe i duhet të konkurojë patjetër me këtë botën tonë të madhe të hapur të librave. Studiuesit pikërisht këtë duhet bëjnë, të evidentojnë vlerat, ose të evidentojnë mungesën e vlerave nëse. Sigurisht, nëse është. Pra, nëse studimet vlerësojnë një figurë, ajo shkon tek bërja pjesë e padiskutueshme e traditës. Bëhet pjesë e teksteve shkollore. Dhe brezat e rinj fillojnë edhe nuk merren më vetëm me pjesën biografike, po merren pikërisht me ato që ka vlerë vërtet në krimtarinë letrare. Unë kam dashur që të hedh dritë mbi procesin e tij krijues, veçanërisht me disa vepra, të cilat janë shkruar në dy kohë, që janë shkruar para 90-s dhe pas 90-s. Shkrimtarët e vërtet e përmirësojnë stilin, sigurisht ne e përmirësojmë të shkruarin, por nuk ndryshojnë nga kështu se ndryshon koha. Shkrimtari i vërtet është ai që ka nuhatjen dhe me talentin e tij i mbizotron kohës. Shkrimtarët e vërtet krijojnë vepra të përjetshme. Nëse një vepër është vlerësuar në një kohë caktuar, por nuk vlerësohet në një kohë tjetër, do thotë që kjo nuk është një vepër e vërtet. Është koha ajo e cila e përcakton vlerën e një krimtarie. Dhe ajo që unë kam parë është se si Dritor Agolli është një shkrimtar i cili ka qenë ose ka pasur frymën kritike brenda vetes. Unë kam studiuar dhe kam analizuar, kam parë pjesë të romaneve të botuara pas 90-s, 96, 97, pjesë të tyre të botuar në 80-ën, të cilat ai ka në këto libra, në librat pas 90-s, identikisht siç e ka shkruar në 80-ën, me një forcë kritike të jashtëzakonshme ndaj dukurive të forta, të cilat atij dukeshin jo të duhurat, kritikë ndaj tufzimit, kritikë ndaj në mënyrë të veçantë ndaj letrave anonime, se si mund të... Pra, letrave anonime janë në një farë mënyrë e formë spionimi. Sigurisht ai nuk flet për spionimin, dhe madje kanë tronditur dhe kanë shkatruar jetën e shumë njerëzve në mënyrën se si janë. Dhe për shembull tek romani Arka e Djallit, në pjesët e disa pjesë të tij të cilat janë botuar tek revista Osteri në 1980-ën, ai tregon një tmerr, një fobi të jashtëzakonshme ndaj letrave anonime, ndaj frikës që kishin intelektual të ndershëm, se dikush, një njeri me kej dashi, shkruante një letër. Bënte një letër anonime dhe i shkatronte jetën atë kohë. Dikush mund të thotë, po si ka mundësi që nuk është dënuar? Okej, sigurisht mund të ketë edhe arsye jo letrare këtu, sigurisht fakti që ai ishte një shkrimtar që ishte kryetar i lidhjes, ndoshta e ndihmonte, por unë nuk besoj se ishte aq shumë pozita e tij, se sa aftësia e jashtëzakonshme për të përdorur një stil ku shkrihej komizmi dhe tragjizmi bashk. Dhe ajo është aftësia, mbasi ka qenë stili ti më i veçantë, aftësia ti më e jashtëzakonshme. Njerëzit që nëpërmjet të qeshurës godasin, kanë një aftësi jo vetëm të jashtëzakonshme për të goditur, por kanë edhe një aftësi, kanë edhe një koracë mbrojtëse. Sigurisht. Komizmi i Agollit e bënte veprën e tij që
ti mbijetonte dhe situatave. Unë mendoj se është genialiteti i shkrimtarit që e kam mbrojtur nga gjithçka. Në rastin për shembull të shkëlqimit të rënia shokut Zylo, ai e ka botuar librin në 72-shin pa një kapitull të tërë, por ama këtë kapitull ai e ka në dorëshkrimet e tij dhe kur ai e ka shtuar librit pas 90-s, nuk është se është një pjesë të cilën ai ka shkruar, pra ndryshuan kohët, le të bëjmë dhe ne pak si disident, le të bëjmë dhe ne si pak të guximshëm. Jo, ai thjesht i ka shtuar veprës atë kapitull që e ka hequr e kishte shkruar një kohë të errët, një kohë tjetër, por nuk e kishte vendosur ta botonte. Studimet gjenetike pikërisht të vërtetojnë që çfarë është hequr, çfarë nuk është hequr, çfarë është ndryshuar, çfarë është shtuar, sigurisht duke bërë interpretimin pse është shtuar, pse është hequr, pse është ndryshuar, sepse ajo që na vlen neve është pikërisht kjo. Procesi krijues është një proces dinamik i cili shkon drejt përmirësimit dhe i vërtet, apo është një proces i cili ka kaluar, apo është një proces i falsifikuar, një proces i cili falsifikohet për të marrë vlera të cilat nuk janë. Nuk i takojnë. Dhe unë në rastin e Agollit mund të vërtetoj në pozitat e një studiuese që kemi të bëjmë një shkrimtar të qëndrueshëm, që i qëndron besnik stilit të tij, që i qëndron besnik mënyrës të shkruar, sigurisht pas 90-s ai ka shtuar dhe kapitoj, por nuk e ka falsifikuar këtë fakt. Kjo është e rëndësishme për. Por atë pjesë që e ka shkruar ashtu siç ka qenë. Pas 90-s ai ka botuar për mbledhje të tëra me poezi, të cilat janë të reja dhe kanë sigurisht frymën e asaj kohe, por ajo që është geniale, dashur, unë dua ta theksoj. Ai është i madh dhe para 90-s dhe pas 90-s. Dhe studimi im do t'i thotë të bind studiuesit dhe lexuesit që ne duhet ta lexojmë Agollin dhe ta vlerësojmë në totalitetin e tij. Ka akoma studiues që akoma vazhdojnë të merren vetëm me Dritor Agollin e para 90-s, ndërkohë që Dritor Agolli duhet shikohet si një korpus i plot me gjithë krimtarinë e botuar para 90-s, por dhe me gjithë krimtarinë e botuar pas 90-s. Kështu që krimtaria si një proces është botimi i Anila Mullahit, siç po e ndiqni edhe në ekran, krimi letrar si proces gjithashtu, të cilin mund të ndihmojë gjithëkënd që ka nevojë të kuptojë më shumë për si të udhtoj, jo vetëm brenda botës dhe universitit të Dritor Agollit si shkrimtar, por edhe të kuptoj pak mënyrën se si një studiues letërsie e qëmton skicimin jashtë atij universit të shkrimtarit individual vetëm me universin që e rrethon, me botën jashtë që e rrethon. Anila Mullaj, minutat kaluan shumë shpejt bashkë dhe mendoj që do të jetë një moment tjetër kur ne ulemi të diskutojmë sërish në rubrikat e emisionit tonë për letërsinë dhe jo vetëm për Dritor Agollin. Është shumë bukur të flasim për letërsinë. Sepse nuk ka gjë më të bukur mendoj unë. Nuk e di, mbase në një jetë, nëse do të më jepë mundësia, unë do doja të flija dhe të jetoja vetëm në një bibliotekë mes librave. Të falenderoj shumë dhe të uroj një ditë të mbarë dhe të uroj gjithashtu dhe një vit të mbarë 2026. Faleminderit, edhe juve gjithashtu mbarësi në punën tuaj. Ndërsa ti qëndron këtu, unë do shkoj drejt Kristit sepse kemi ardhur në fund të programit. Kristi, erdhi e premtja apo fundjava. Ditë e lumtur për ne të dy. Është vërtet, sepse pushojmë pak, marrim energji për javën për ta rinisur, por mos harro që janari është i gjatë, vetëm gjysma ka kaluar. Kemi kaluar, sot është data 16 që iku. Për mua iku se mbyllëm emisionin. Sot por sigurisht do të rikthehemi ditën e hënë, duke uruar një fundjavë të mbarë, një fundjavë të paqët. Bëni plane, lëvizni. Bëni plane dhe lëvizni, por mos harroni këshillat që ju kanë dhënë studiuesit dhe të gjithë ata cilët kanë qenë në rubrikat tona, qoftë për udhëtimin, qoftë për qarkullimin rrugor, qoftë për motin dhe për gjithçka tjetër që ju duhet në ditët tuaja të mbushura, shpresoj me paqe dhe me shumë dashuri. Me gjëra shumë të bukura, vim të hënën në orën 6:30 për ju, kalofshi mirë deri atëherë. Qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar.